Eliona ulet për të biseduar me Benitën, pasi e sheh se ajo është e tensionuar nga debatet e fundit në shtëpi. Me një ton të qetë, Eliona përpiqet t'i shpjegojë mendimin e saj, duke i thënë se, sipas saj, Toni nuk është aq i sinqert sa pretendon dhe se veprimet e tij duken më shumë si një strategji loje sesa si diçka e thellë. Ajo i thot Benitës se ka vënë re disa sjellje të Tonit që i duken të dyshimta dhe që nuk i duken as pak të lidhura me ndjenja të mirëfillta. Eliona përpiqet të jetë sa më e kujdesshme, duke e theksuar se po flet si shoqe dhe se thjesht nuk do që Benita të lëndohet më vonë. Ajo i përmend disa momente ku Toni ka ndryshuar sjellje papritur. Ku është tërhequr nga diskutimet ose ku ka lënë përshtypjen se e ka më shumë interesin tek loja dhe dinamika e programit sesa tek Benita vetë. Megjithatë, Benita nuk e pranon as pak këtë version. Ajo e sheh Elionën sikur po ndërhyn në një gjë që nuk e ka të drejtën ta komentojë dhe menjëherë e quan xheloze. Benita i thot se Eliona po e egzageron situatën, se nuk e njeh Tonin aq sa mendon, dhe se po mundohet të fuzë dyshime aty ku nuk ekzistojnë. Ajo këmbëngul se marrëdhënia e saj me Tonin është e vërtetë dhe se askush nuk ka pse të përzihet. Biseda vazhdon me tone të ngritura, me Benitën që mbron fort pozicionin e saj dhe Elionën që përpiqet t'i shpjegojë se thjesht po i thot atë që ka parë dhe ndjer. Tensioni mes tyre rritet, sepse Benita ndihet e fyer që dikush po vë në dyshim atë që ajo beson, ndërsa Eliona ndihet e keqkuptuar dhe e pavlerësuar për sinqeritetin e saj.